Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Siç e shikoni, nuk jam në shtëpi, jam në pushime në Kosovë, por që prapë mundohem t'ju lexoj. Të dashur, këtu që shikoj jeni duke kapur fort. Po kapesh fort pas diçkaje, të dashur binjak. Mund të jetë një njeri, një dashuri, një situatë apo një ide nga frika se mos e humbë. Dhe kjo, të dashur binjak, është duke ju bllokuar që të mos ecni para. Kujdes sepse kontrolli i tepërt mund të largojë ato që do. Nuk do të thotë vetëm të qartëson, nuk do të thotë vetëm një person, mund të jetë një situatë, mund të jetë një gjë e kaluar dhe jeni duke kapur dhe ruajtur atë si vërtet një pasuri, ta them ashtu thesar, duke mos e lënë veten të ecni para. Këtu kam 9 të kupës që është plotësimi i dëshirave. Ka një mundësi reale, të dashur, që dëshira jote më e madhe që ke tani për tani do realizohet. Ky është një sinjal i fuqishëm që lumturia dhe gëzimi dhe diçka shumë e bukur apo çfarë do që të jetë po vjen drejt teje. Je duke penguar me këtë pasiguri dhe frikë. Çfarë do që të jetë, të dashur, që është duke të lënë. Dytë, shikoje këtu është një dashuri e bekuar, shikoni 2 mjellmat, dashuri lidhje forte, kjo letër është dashuri e ndërsjellë, marrëdhënie e thellë, mirëkuptim dhe partneritet i vërtet, të dashur binjak. Nëse je vetëm, ka ardhur një mundësi apo po vjen një mundësi për një lidhje të bukur. Nëse je në lidhje, ka mundësi për pajtime, afrim apo forcim të lidhjes. Por duke mos u trembur dhe duke rrezikuar, ta them ashtu, le të dalë ku të dalë. Kjo dashuri e re, nëse është e re, vërtet do jetë një bekim për ju. Por dhe nga ajo e vjetra, mund të jetë pajtime, ribashkime, mund të jetë, të forcohet ajo lidhje që ka qenë, por që duhet lejuar këtë frikë. Nga frika jeni duke humbur kontrollin, por dhe personin. 8 të pasqyrës. Shikoni, këtu është 9 dhe 8 është rezultati juaj. Që thotë për të arritur këtë lumturi, këtë dashuri, duhet të largohesh nga një situatë apo mënyrë e të menduarit që nuk të shërben më. Mund të jetë frikë, mund të jetë dyshime, mund të jetë në mendjen tënde, apo mënyrë të menduarit, si thash që nuk e di, është koha të hedhësh pas krave zhgënjimet, frikën, pas sigurim patjetër dhe të ecësh drejt asaj që të bën mirë, drejt asaj që nuk je këtu i mbyllur, i kapur fort, apo peng do ta quaja në të së kaluarës. Pra, frika se mos e mbet personin, frika se mos të lë, frika se do të dalë nga kontrolli kjo situatë, nëse s'ka të bëj me ndonjë person e tepërt është duke ju bllokuar. Universi po të sjell dashuri, paqe, plotësim, një dëshirë shumë të rëndësishme për ty, por duhet të lësh pasë të shkuarën, të dashur binjak, pasiguri dhe gjithçka që të mban peng. Vetëm atëherë dashuria, lumturia apo çfarë do që të jetë dëshira juaja e madhe vjen drejt teje. Pa këtë.